Benita qëndron përpara kamerave me një qëndrim të qetë dhe të sigurt, ndërsa flet hapur për situatën që ka ndodhur me Limin. Ajo fillon të tregoj se si Limi ka treguar afeksionin e tij dhe ka pasur një afrimitet fizik, duke thënë se është ndjerë shumë mirë nga veprimet e tij. Fjalët e saj janë të drejtë për drejta, pa turp dhe me një siguri që i bën të gjithë të kuptojnë se nuk ka pasur asnjë problem me atë që ka ndodhur. Gjatë deklaratës, Benita shpjegon se ndjenja që ajo ka për Lim nuk janë të kufizuara vetëm tek fjala apo veprimet. Ajo ndjell një afërsi dhe një kënaqësi të thellë, dhe ky moment e ka bërë të ndihet e sigurt dhe e lumtur. Ajo tregon se nuk ka pasur asnjë pasiguri apo ndjenjë fajësie, përkundrazi, ka ndjerë se ky kontakt ka qenë i natyrshëm dhe i pranueshëm për të. Benita vazhdon të shpjegojë se kjo nuk e bën atë të ndihet e papërgjegjshme ose e pasigurt. Përkundrazi, ajo thot se e ka shijuar dhe nuk ka ndjerë nevojë të fshehë emocionet ose ndjenjat e saj. Ajo e përshkruan këtë situatë si një moment që i ka dhënë kënaqësi dhe afrim me Lim, duke e bërë të ndihet e respektuar dhe e vlerësuar nga ai. Teksa flet, Benita bën një përshkrim të hollësishëm të emocioneve të saj në ato momente, fillimisht një emocion të butë dhe të papritur, pastaj një ndjesë kënaqësie dhe lumturie, dhe më pas siguri se kjo nuk ishte diçka që duhej fshehur. Ajo tregon se nuk e ka problem fare këtë gjë dhe se nuk ka ndjerë nevojë të mbajë distancë apo të ndihet e frikësuar nga reagimet e të tjerëve. Gjatë gjithë deklaratës, Benita shpreh edhe mendimet e saj për rëndësinë e sinqeritetit dhe hapësirës personale. Ajo thekson se është e rëndësishme të ndjehesh mirë me vetveten dhe me atë që ndodh mes dy njerëzve të pëlqyer, pa frikë nga gjykimet apo paragjykimet e të tjerëve. Ky është një moment ku ajo duket e sigurt dhe e vetëdijshme për ndjenjat e saj, duke e bërë të qartë se nuk ka asnjë ndjenjë fajësie apo turpi. Deklarata e Benitës zgjas pak më shumë ndërsa ajo flet për atë se si ky afrim me Lim e ka bërë të ndihet e lidhur emocionalisht, duke shpjeguar se nuk ka pasur ndonjë qëllim tjetër përveç kënaqësisë dhe ndjenjës së sigurisë që ka përjetuar. Ajo përsërit se nuk e ka problem fare dhe se është e lumtur me atë që ka ndodhur, duke krijuar një atmosferë të hapur dhe intensive emocionale. Në këtë mënyrë, momenti bëhet dramatik dhe emocional, me Benitën që shpreh ndjenjat e saj hapur, duke i dhënë shikuesit një kuptim të plotë të asaj që ndodhi dhe mënyrës se si ajo e përjetoi. Ky tekst mund të zgjasë mbi 5 minuta video, me ton dramatik, ndjenja të thella dhe reflektime të hollësishme mbi emocionet e Benitës.